Dhe kë pas ka fillu një fushat të re se si serbët në veri po pagojnë rrymën ca centa më lirë për mes elektroseverit. Po LDK ta s'kan pagu fare gjatë qeverisë së juaj, po tash po paguajnë. Po si erdhi deri te elektroseverit? Në vitin 2010, gjatë bashkëqeverisjes PDK-LDK, kryeshefi i Kekut asaj kohe, me miratimin e qeverisë, e kishte takuar me 30 mars të vitit 2010 ministrin për Kosovë me Metohi të Republikës së Serbisë dhe kishte propozuar themelimin e një kompanie ESCO, e cila do ishte përgjegjëse andej lumit Ibër, qoftë për fatorim, qoftë për mirëmbajtje. Më vonë këtë marrëveshje e keni formalizuar përmes marrëveshjes së energjisë së vitit 2013 dhe e keni titulluar marrëveshja për themelimin e elektroseverit. Kështu erdhi te elektroseveri. Edhe pse marrëveshjen e keni nënshkruar në vitin 2013, 10 vjet, keni bu qeveri bashkëmilisën sërbe, por rrymë nuk ju keni kërku ta paguajnë fare. Apo, si që thoni edhe ju ka një herë, problem nuk është lista sërbe, po mund të ketë qenë Albin Kurti. Kur kjo e vërtet tash del në pa, ideja e elektroseverit nuk ka qenë as e Serbisë, ka qenë bashkëprodhim i qeverisjes PDK edhe LDK. Domi financiar ka qenë shumë i madh, 371 milion euro, e domi politik edhe më i madh. Tash sovraniteti është rikthyer, serbët po paguajnë, Kosova është pjesë e bllokut energjetik Kosovë-Shqipëri. Por ne kemi detyrim politik që kjo mendësi politike të mos rikthehet asnjëherë. Transparenca, ligjshmëria dhe mbrojtja e interesit kombëtar janë e vetmja rrugë përpara. Kosova nuk kthehet më pas.